Një nga emrat që ndiqet me vëmendje prej kohësh nga stafi i kombëtares shqiptare është dhe Luis Hasa, sulmuesi i huazuar nga Napoli te Carrarese në Serie B, ka filluar të luajë me rregullsi dhe po aq me vazhdimsi po gjente rrugën e rrjetës. Në përballjen e djeshme ndaj Peskarës, Hasa ishte titullar dhe shënoi për ndeshjen e dytë radhazi në kampionatin e Series B. Ky ishte një gol spektakolar pasi ai mori një top me kokë nga sulmuesi dhe e çoi menjëherë fluturimthi me një goditje me të djastën atje ku portieri nuk mund të arrinte, edhe pse nga jashtë zonës. Bilanci i 2 goleve dhe 2 asisteve në vetëm 5 ndeshje të luajtura me skuadrën e Carrareses tregojnë qartësisht cilësitë e djaloshit, i cili deri tani ka luajtur me përfaqësuese të moshave të Italisë.